çfarë vura re nga vitet 90-91 që ku ndodhte një krim në rrugë. Liri ishte që si mund të them, ai mund ta vjedhte atë. Dhe nëse s'kishte dëshmitar, ose nëse ai kërcënonte dëshmitar, ai nuk u dënonte. Pra, liri në fakt nuk ishte për njerëzit, për 90% popullsisë. Liri ishte dhe është vetëm për krimin. Dhe më e bukur është që 90% e popullsisë ngrihet që të ketë liri krimi. E kupton se sa i manipuluar është njeriu? Por shumë, po të thonë ty, dëgjoj, ne do ngrihemi që policia në rrugë mos të ketë të drejtën të kontrollojë makinën tënde. Mos të ketë të drejtën të shohë telefonin tënd. Mos të ketë të drejtën të të pyesë ty se ku e ke blekë makinë. Gjithë ngrihemi apo jo? Ha? Po. Është drejta jonë. Por ti dhe unë dhe tjerë kemi një kontratë që kemi blejë makinën 100.000 lekë, 1 milion, 5 milion, 10 milion. E kemi këtë. Pra, kemi edhe gjëra mrejnë që janë mos e normale, s'ka si lloj gjë ilegale makinë, apo jo. Dhe nëse ai kontrollon mua, kontrollon ty, kontrollon edhe 5 vetë tjerë, ke gjasi do gjej atë që ne na cënon jetën tonë përditshme. Pra, mund gjej automatik që mund të gjej dikujt të vret dhe ty, ose mund gjej drogë që dhe ashesi fëmijës tatë. Po jemi ne të dy.